Ka menu që kem me fitu edhe ma shumë. Të donë jam për dit e për natë me njerës të aty qyteti, me çdo hall, me çdo breng që e kanë. Ama diagnozën pse ti e fitove pa ballotazh? Ndoshta ka shumë arsye. Pse? Ka shumë arsye. Unë për të hir të së vërtetës ka menu që kem me fitu edhe ma shumë në përqindje, në numra. Mirë po, kjo është gjendja reale, rezultati real. E besoj që e njoh atë qytet më mirë, e di fondin zhvillimor të aty qyteti më mirë, e di problematikat aty qyteti më mirë, e kam jetu gjithmonë në qytet, jam rrit vetë, po ashtu prindët e mi janë rrit në qytet. Fëmijët e mi dhe jetën më shkolla e rrit, janë rrit në qytet dhe jo, unë ndryshoj pak prej qëtë tyre sepse fëmijët e mi shkojnë në shkolla publike në qytet, i morin shërbimet shëndetësore, i jetojnë atë ambient, i ecin rrugët aty shteti, dhe janë edukuar në qytet, dhe unë jam për dit e për natë me njerëz të aty shteti, me çdo hall, me çdo breng që e kanë. Dhe janë disa parime të cilat unë nuk i kam shkel kur, kur kam thonë që mundem me bo këta, e kam bo, dhe nuk është dalë dikush në qytet që më ka marrë të drejten me më këshyrë në sy dhe më thonë më ke rajt në herë, ose më kesh gënyu në herë. E para, e dyta e mundu me qenë tepër i nërshëm në punë, dhe besoj që kam të drejt, kur e thëmë, nështë shpesh e kom thonë gjatë debatëve, unë jam njeri që kur shkoj me flajt mërë gjumirat, nuk kom diçka prapaskejnë mas vetës që me urujt ose me utut. Dhe në farë mënyrë jam themelusi shumë gjana në qytet. Po e thëmë pa modesti, po unë jam themelusi zjarfiksa në qytet, jam themelusi ansamblit në qytet, jam themelusi turizmit në qytet, jam themelusi kolonisë artistëve, qendrës rinore, jam themelusi i fshatit bjeshkatar alpin në qytet. Dhe i shumë gjana që lidhen me jetën aty shteti, që unë jam pashtu kem themelu higjienën në qytet, që është ndërmarrja komunale e publike ma e mira në Kosovë. Dhe e kom kronizu idenë se si duhet me qenë në i qytet, dhe në këto nuk e kom bo vetën, e kom bo me shumë njerëz, me shumë ekspert. Dhe me gjithë ta që kanë punu e dinë sa serios jam punë dhe sa i devotshëm jam unë dhe ekipi jam punë. Dhe vim në një situatë ku krejt kjo mundohet me ushem me disa të pavërteta që për hir të nështë po e shfrytëzoj edhe misionin e juj me shpresë që nuk po e kesh përdori. Unë nuk kam e unalë derisa të zbardhet krejt të vërteta e krejt thonja që kundër kandidatë mi kanë thonë për mu. Dhe për këto, do mund kam e qenë një prej segmenteve kryesore gjatë krejt këti mandati, që dhe në fund mandatit unë kam me zbardh krejt ato që i kanë trillime, rana, shantaje, që i kanë bo, derisa të zbardhet të vërteta dhe dikush duhet me më kërku fali, sepse e kam thonë nështë jo për me bo bajat, po unë kam familje. Unë kam fëmij, unë kam nuse, kam non, kam bab, kam vllazër, kam motra, kam farefis. Që dhe politikanë duheni me trash lëkurën. Njerëz nga njëherë edhe shprohen, të këshyrin pak me një sy tjetër, mos është diçka e vërtet në këtë mes edhe pse të njohin.